Përshëndetje, sot nuk do të flasim thjesht për një shifër të zakonshme që përdorim çdo ditë për të numëruar gjërat e përditshme, absolutisht jo. Sot do të zbërthejmë diçka shumë më të madhe. Bëhet fjalë për një plan arkitekturor masiv, një kod të fshehtë që mban në këmbë vetë strukturën e realitetit tonë, gjeometrinë e shenjtë dhe atë themelin thellësisht ezoterik të numrit 4. Është një udhëtim vërtet magjepsës, që nis nga mençuria e lashtë, kalon përmes strukturës kozmike dhe imagjinoni pak, përfundon brenda qelizave të vetë biologjisë sonë. Në rregull, le të thellohemi pak këtu. Mistikët, filozofët dhe arkitektët e qytetërimeve të para nuk e shihnin këtë numër thjesht si një mjet matës. Për ta, ai shihej një nderim jashtëzakonisht të thellë, fjalë për fjalë si numri mbi të cilin ndërtohet bota. Dhe kjo frazë mbart një peshë të jashtëzakonshme. Pse? Sepse ata e kuptonin instinktivisht që pa një strukturë të ngurtë dhe pa kufi të qartë, i gjithë universi do të rrokullisej shumë shpejt drejt kaosit, kështu që duhej një spirancë, dhe ishin thellësisht të bindur se ky ekuilibri pa lëkundur ofrohej pikërisht nga energjia e numrit 4. Për ta bërë këtë rrugëtim sa më të qartë, le të shohim se si do të procedojmë. Së pari, do të ndalemi te themeli i realitetit. Më pas, do të kalojmë te 4 elementet e shenjta, e ndjekur nga ritmet kozmike dhe natyrore. Hapi 4 prek gjeometrin, simbolet dhe biologjin, dhe do ta përmbyllim me kodin universal të stabilitetit. Pra, jemi të numri 4. Dhe përsëri, kjo nuk është thjesht një shifër. Ky është vetë themeli. Në traditat ezoterike, si alkimia apo filozofia hermetike, ky simbol lartësohet për të përfaqësuar bazën absolute të botës materiale. Teksa numrat e tjerë mund të jenë pak më abstrakt, ndoshta përfaqësojnë energji hynore apo një lëvizje të pafundme, numri 4 është fiksa i momenti kur gjithçka thjesht ndalon së lëvizuri. Ngurtësohet, bëhet e prekshme, thellësisht e qëndrueshme dhe krejtësisht përfundimtare. Kalojmë te pjesa e parë, themeli i realitetit. Evolucioni ezoterik i numrave nuk është se thjesht po numërojmë 1, 2, 3, 4, është në fakt një proces shumë domethënës i manifestimit kozmik. Le ta ndjekim pak rrjedhën logjikës bashku. Hapi i parë është burimi, ajo pika e vetme ku nis gjithçka pas një formë. Më pas kemi hapin e dytë, dualitetin. Këtu hyn tërheqja dhe shtytja, drita dhe errësira, ai lloj tensioni që është super i nevojshëm për jetën. Hapi i tretë është krijimi, energjia dinamike që vë universin në lëvizje. Por energjia mbetet thjesht një forcë e pakapshme nëse nuk ka një enë ku të mbahet, apo jo? Dhe pikërisht këtu ndodh magjia e hapit të katërt, manifestimi fizik. Është momenti eksakt kur ajo energji abstrakte merr formë të plotë dhe kthehet në materie të rëndë. Pra, pika thelbësore është kjo. Nëse treshi është shkëndia e krijimit hyjnor, 4 është momenti kur ajo energji fton kufijtë e vet dhe merr një formë përfundimtare. Mund ta mendojmë fiksin ndërtimin e një shtëpie. Njëshi është dëshira për të pasur një shtëpi. Dyshi është vizioni kundrejt hapësirës boshe. Treshi është projekti i vizatuar me detaje në letër. Por vizatimet nuk të mbrojnë nga shiru. 4 është momenti kur hidhen themelet dhe ngrihen muret e vërteta. Përfaqëson formën, strukturën dhe ato organizimin e realitetit material që mban brenda jetën. Tani, le të hedhim një sy nga seksioni 2, 4 elementet e shenjta. Duke lënë pas botën e ideve, shohim se forcat që stabilizojnë drejt për drejt botën tonë fizike ndahen në mënyrë të përsosur në 4 shtylla. Këto janë elementet e famshme që alqimistët i shihnin si të vetmet blloqe ndërtuese të ekzistencës. Siç e shihni edhe nga tabela, zjarri sjell ato energjinë e domosdoshme për të transformuar gjërat. Uji ofron emocionin dhe thellësinë intime, ajri ka të bëjë me mendimin e qartë dhe komunikimin, dhe toka natyrisht jep ato që mban gjithçka në vend, stabilitetin dhe materien e ngurtë. Është fiks balanca mes tyre që e mban kaosin larg. Sepse imagjinoni një botë me plot zjarr për pa tokë për ta përmbajtur. Do të ishte thjesht një shkatrim total. 4 elementet veprojnë si një sistem perfekt kontrolli. Por nuk moron me kaq. Vetë hapësira gjeografike ku ne ekzistojmë kërkon domosdoshmërisht një sistem koordinatash. Bota fizike organizohet sërish përmes numrit 4. 4 drejtimet kardinale. Lindja, perëndimi, veriu dhe jugu. Por njerëzit e lashtë këto nuk ishin thjesht shenja në një busull për të orientuar. Ato mbartnin një rend të mirëfillt kozmik. Lindja ishte lindja e dritës, perëndimi shënonte vdekjen ose fundin e ciklit. Veriu përfaqësonte urtësinë e thellë, ndërsa jugu energjinë e nxehtë dhe vetë jetën. Kryqëzimi i tyre, kryqi me 4 anë, mbetet një nga simbolet më antike të ekuilibrit, një tregues i qartë se rendi i hapësirës mbrohet nga kjo shifër. Seksioni 3, ritmet kozmike dhe natyrore.
Pasi pam se si kjo logjik organizon hapësirën, a mund të pyesim veten se si e dominon ajo kohën? Si organizon ciklet e jetës? Po, natyra rreth nesh është thellësisht ciklike, e ndarë gjithmonë në një ritëm magjik prej 4 hapësh. Pranvera është lindja e jetës, vera shënon zhvillimin maksimal, vjeshta është koha e rënies, dhe dimri periudha e heshur e rigjenerimit të thellë. Mbijetesa e qytetërimeve të hershme, veçanërisht atyre bujqësore, varri totalisht nga kuptimi i këtij ritmi. Çdo korrje, çdo planifikim mbështetej te ky kalendar absolut. Koha vet, në botën tonë materiale, udhëhiqet nga ky cikël me saktësisht 4 stin. Le të kalojmë te një tjetër shembull qiellor dhe të shohim se si kjo ndërton mbi të njëjtën logjik masive, fazat e hënës. Ato pasqyrojnë të njëjtin ritëm matematikor dhe funksionojnë praktikisht si një orë qiellore. Java e parë, hëna e re, është krijimi. Java e dytë, qereku i parë, tregon zhvillimin e dritës. Më pas kemi hënën e plot si kulmin e energjisë dhe në fund qereku i fundit sjell zbehjen graduale. Para shpikjes së orëve apo kalendarëve që kemi sot, njerëzimi i vështronte fiks këtë qiell për të llogaritur kohën dhe paticat. Ky cikël hënor, krijim, zhvillim, kulm dhe rënje, është një tjetër përsëritje absolute e kësaj arkitekture 4 pjesëshe. Kalojmë në seksionin e 4, gjeometria, simbolet dhe biologjia. Si e gjejmë të koncept kaq abstrakt të reflektuar në kulturën dhe psikologjinë njerëzore? Nëse shohim tarotin e lashtë, ai ofron një hartë shumë të detajuar të përvojës sonë dhe ndan atë pas një ekuivok në 4 suita kryesore: shkopinjt, kupat, shpatat dhe monedhat. Pse saktësisht 4? Sepse përkthehen drejt për drejt te 4 elementet që diskutuam pak më parë. Shkopinjt përfaqësojnë zjarrin dhe vullnetin, kupat janë uji dhe emocionet tona, shpatat janë ajri, pra intelekti dhe mendimet, dhe monedhat janë toka, puna fizike dhe materializmi. Është një kornizë tepër e zgjuar që përmbledh absolutisht tërësinë e asaj që ne mendojmë, ndjejmë dhe ndërtojmë. Dhe gjurmë të këtij ekuilibri i gjejmë kudo edhe në traditat e mëdha fetare apo mitologjike. Një nga imazhet më të fuqishme janë 4 lumenjtë e Edenit. Besohej se këta lumenj buronin nga një pikë vetme hyjnore dhe sapo preknin botën fizike, bam, ndaheshin fiks në 4 rryma kryesore. Kjo konsiderohej thelbësisht e vetmja mënyrë për ta shpërndarë atë energji të pastër në të 4 cepat gjeografik të botës sonë. Dhe megjithëse jemi duke folur për rrëfime mitologjike, është e pamohueshme që ato përqafojnë të njëjtin parim arkitekturor të kësaj shpërndarjeje gjeometrike. Dhe kjo e ilustron në mënyrë brillante se si mençuria e lashtë në fakt është një parashikim mahnitës i shkencës moderne. Kur shkencëtarët arritën më në fund të deshifronin thelbin e jetës biologjike, vetë molekulën e ADN-s, zbuluan diçka që vërtet të lë pa fjalë. E gjithë ajo shumëllojshmëri e pafundme e jetës, që nga mikroorganizmat e deri te gjitaret kompleks, është thellësisht e koduar me një alfabet prej saktësisht 4 shkrojash biologjike: adenina, timina, guanina dhe citozina. Informacioni që krijon gjenetikën dhe vetjetën qëndron mbi një rend matematikor me 4 baza. Kjo thjesht thekson në mënyrën më fantastike të mundshme se bota organike i bindet saktësisht të njëjtit rregull si universi ezoterik. Dhe kështu mbërrinte seksioni uni 5 i fundit, kodi universal i stabilitetit. Arkitektët dhe ndërtuesit e civilizimeve të hershme donin t'i linin botës struktura që mund t'i rezistonin kohës, ndaj ju drejtuan gjeometrisë. Në gjeometrinë e shenjtë, ky numër është i lidhur ngushtë me formën e katrorit dhe kubit. Katrori është praktikisht thelbi inxhinierik i realitetit material. A e keni menduar ndonjëherë pse inxhinierët antik nga Egjipti në Amerikën qendrore përdorën baza katrore për piramidat dhe tempujt e tyre masiv? Nuk është rastësi historike. Ata e dinin se 4 këndet ofrojnë stabilitetin përfundimtar, duke i dhënë çdo strukture një siguri dhe një rend të pathyeshëm, pothuajse të përjetshëm. Dhe a e dini se ky lloj stabiliteti strukturor gjendet edhe në vetë psikologjinë e njerëzve? Numerologjia e shqyrton këtë me shumë detaje. Në këtë fushë, energjia e numrit 4 i përket arketipit të ndërtuesit. Këta njerëz nuk janë nga ata që humbasin duke fluturuar mes ideve abstrakte. Përkundrazi, janë njerëz thellësisht të përqendruar te disiplina, puna e palodhur, organizimi dhe një prakticitet mjaft i ftoftë. Ashtu si themelet e një ndërtese masive apo si toka nën këmbët tona, ata janë njerëzit e besueshëm që ruajnë ekuilibrin dhe mbajnë të bashkuar shoqërinë tonë nga brenda. Pra, pas gjithë këtij rrugtimi që përfshiu absolutisht gjithçka, nga tekstet e alkimisë antike e deri te kodet gjenetike të ADN-s, mbetet kjo pyetje qendrore shumë e rëndësishme: pse shfaqet ky numër kudo? Si ka mundësi që nga qelizat tona biologjike, te ritmi i stinëve e deri te piramidat masive, i njëjti rend përsëritet me një kokëfortësi kaq dërmuese? Përgjigjja është sa e thjeshtë, aq edhe zbuluese. Universi, sipas ligjeve të fizikës, e urren thellësisht kaosin.
Ai funksionon ekskluzivisht përmes strukturës së ngurtë dhe simetrisë së pashmangshme. Kështu që numri 4 nuk është një lloj koincidence numerike apo diçka që ne e sajuam. Ai është vetë imuniteti i kozmosit kundër shpërbërjes. Ai është kodi themelor që mban në këmbë rendin material, dhe çdo gjë që shohim, prekim dhe ndjejmë në natyrë nuk është asgjë tjetër veç se reflektimi i kësaj sigurie masive gjeometrike. Dhe gjitha kjo na shtyn drejt një mendimi të fundit vërtet provokues. Nëse të kuptuarit e këtij numri, me gjithë këtë pranim masive në biologji, fe, natyrë dhe gjeometri, do të thotë kuptosh vetë themelet e krijimit. Atëherë, çfarë sekretesh të tjera kaq të mëdha mund të fshihen heshtje brenda matematikës që na rrethon çdo ditë? Është vërtet një ftesë e hapur për ta parë botën rreth nesh me sytë e tjerë, sepse çdo ekuilibër i gjallë, çdo ritëm dhe strukturë që ne shohim, është në të vërtetë e llogaritur në mënyrë të përsosur